Fjala e Zotit thotë në Hebrejnë 4:12, sepse fjala e Perëndis është e gjallë dhe vepruese. Thuani pas meje. Fjala e Perëndis është e gjallë dhe vepruese. Është më e mpret se çdo shpatë me dy tehe. Fjala e Zotit është Bibla. Është fjala e shkruar. Është shpata e Perëndis. Goja e Zotit e ka folur. Fryma e shenjtë e ka frymëzuar. Dhe njerëzit e zgjedhur të Tij e kanë shkruar. Unë e besoj. Dhe shpatë që është autoritet për jetën time. Në emrin e Jezusit. Unë rrëfej sot atë që Bibla thot. Jo atë që njerëzit thonë. Jo atë që emocionet. Jo rrethanat që thonë për mua. Unë jam ai që Bibla thot se jam. Dhe Bibla thot unë jam i bekuar. Jam i shëruar. Jam i çliruar. Jam i suksesshëm. Jam fitimtar. Djalli është poshtë këmbëve të mia. Në emrin e Jezus. Unë marr sot autoritet. Dhe unë shpall se jam triumfator. Jam i suksesshëm. Jam i begatuar. Në emrin e Jezus. Amen. Haleluja. Lavdi Zotit. Faleminderit Zotit për fjalën e Tij, faleminderit Zotit për Biblën, sepse është kënaqësi kur ne lexojmë. Unë gjej kënaqësi në fjalën e Perëndis. Edhe tema për sot është kisha është një mbretëri heronjësh. Ktheuni nga njëri tjetri dhe thuaj, ti je fitimtar, ti je një hero, ti je një vrasës gjigantësh. Dhe kisha jonë është e mbushur plot me fitimtarë të tillë. Në emrin e Jezus. Amen. Haleluja. Lavdi Zotit. Davidi nuk është e vrau vetëm një gjigant. Kush e di historinë e Davidit? Por ai ngriti një brez vrasës gjigantësh. Pra, nuk ishte vetëm gjigant. Kishte shumë të tjera të vërtetë. Ne nuk do merrem nga erdhën si erdhën, ne nuk do fokusohemi te gjigantët. Ne do fokusohemi te Davidi dhe ushtarët e tij. 2 Samuelit kapitulli 21 vargu 15 dhe 22. Fjala e Zotit na flet aty. Dhe aty përmendet Davidi që ai në historinë e vet e mundi gigantin, një djalosh, një barri i pastërvitur, pa armatur, vetëm duke adhuruar Zotin, vetëm duke u lutur, vetëm me besim, ai shkon dhe mund një gjigant, një ushtar, një njeri të stërvitur. Dhe shpeshherë ne e dim që pa përvojë ushtarake, të dalësh përballë një ushtari të stërvitur, të jetë tuç direkt. Nuk është aq e lehtë ta mundësh një njeri që është i stërvitur. Por ka diçka që shpesh ne nuk e vërejmë në historinë e Davidit. Dhe është mirë që ne ta lexojmë komplet librin e Samuelit, të 2 Samuelit, që flet për gjithë historinë e tij. Nuk mbaron mundja e gjigantëve vetëm me një Goliath. Pasardhësit e Goliathit vazhdojnë të luftojnë kundër popullit të Zotit. Dhe këtu ndodh diçka jashtëzakonshme. Davidi ishte në betejë dhe njerëzit e tij e ndihmojnë Davidin. Bibla thot 2 Samuelit 21-22. Këta 4 ishin në Gath, si pasardhës të gjigantëve, dhe ranë nga dora e Davidit dhe shërbëtorëve të tij. Pra, kemi Davidin që mundi Goliathin. Ka mundësi që Goliathi të ketë qenë komandanti i gjithë këtyre gjigantëve të tjerë, por gjigantët e tjerë, 4 të tjerët nuk u mundën nga Davidi. U mundën nga ushtarët e Davidit, sepse Davidi ishte mbreti.
Fitoria më e madhe Davidit nuk ishte se vrau një gjigant. Fitoria më e madhe ishte se ai ngriti një brez njerëzish që nuk kishin frikë më nga gjigantët. Thoni njëri tjetrit, mos ki më frikë nga gjigantët. Sepse Jezusi ka fituar dhe ai ka vendosur brenda teje farën e fitimtarit. Që ti mund të thrasësh, unë jam fitimtar në emër të Krishtit. Lavdi Zotit. Kjo është zemra e Perëndis për kishën e tij sot. Ai nuk dëshiron që të ketë vetëm një David. Ai nuk dëshiron që vetëm pastori të jetë fitimtari, por ai dëshiron të ketë një ushtri Davidësh. Pra ti je një David ose një Davide. Ti ke mendjen e Krishtit dhe duhet të lejosh një mentalitet fitimtari që të ngulitet në mendjen tënde dhe kjo do të prodhojë fitore të përditshme. Po ka problem, po do ketë një situatë të vështirë, po ti do të thuash vetes, po unë jam fitimtar, unë fitova atje, pse mos fitoj edhe sot? Ti je gjithmonë një fitimtar. Ti je sot, nesër dhe pas nesër je fitimtar. Sepse Jezusi banon brenda teje. Nga kjo historinë nxjerrim disa mësime. Apostulli Paul, mësimi i parë është na mëson te Efesianët 6 se ne jemi në një betejë të vazhdueshme. Jo me gjigant fizik tani, por me ata shpirtëror. Ne jemi ushtria e Zotit dhe duhet të luftojmë për njëri tjetrin. Duhet të luftojmë për veten tonë dhe për njëri tjetrin. Lutuni për njëri tjetrin, lutuni për drejtuesit tuaj. Fjala e Zotit e mbyll aty Apostulli Paul kapitullin 6 thotë, lutuni dhe për mua që të më hapet një derë për ungjillin. Pra unë po ju kërkoj lutjet në këtë predikim. Lutuni për mua që ndërsa unë predikoj ungjillin, të hapen dyert e njerëzve dhe Zoti të sjellë shpëtim. Një ditë Davidi u lodh në mes të betejës. Dhe kjo është regjistruar te 2 Samueli 21:15. Bibla thotë se në betejë me filistejnët, Davidi u lodh. Pra, i mundën një filistejnët, i mundën dy herë dhe kthehen prapë filistejnët. Pse? Sepse kishin gjetur një hero tjetër. Kishin gjetur një gjigant tjetër. Dhe ata menduan që ndoshta Goliati nuk na nderoi, por do na nderoi ky tjetri. Dhe me sa duket, ky tjetri ishte më i fortë se Goliati. Dhe ky është një detaj shumë serioz. Filistejnët i shpallën përsëri luftë Izraelit dhe Davidit. Zbriti me gjithë shërbëtorët e tij për të luftuar kundër filistejve. Po Bibla thot Davidi u lodh. Edhe Davidi lodhet, kur ne jemi në betejë të vazhdueshme, ne mund të lodhemi dhe është normale që të lodhesh. Ish Benodi, një nga pasardhësit e gjigantëve, që kishte një shtiz që peshonte 300 sikla bronzi, njësoj si shtiza e Goliatit, dhe mbante në brez një shpatë të re, jo shpatën e Goliatit, po një shpatë të re, kishte ndërmend të vriste Davidin. Satani e shikon kur ti i lodhur. Dhe që bën, hidhet në sulm për të shkatruar. Njësoj se ky gjigant i tu e pa që Davidi ishte i lodhur, kush e di sa ushtar do kishte vrarë Davidi. Ndoshta ai mund të kishte vrarë 1000 armiq, por ishte i lodhur. Dhe ndonjëherë ti bën lutje intensive, ti bën ungjillizim dhe vjen një moment po Zot u lodha. Ky është momenti kur Satani sjell armikun më të fortë për të mposhtur ty. Por Abishai, birit Srejahut, shkoi në ndihmë të mbretit, e goditi filisteun dhe e vrau. Lavdi Zotit për këtë ushtar besnik. Lavdi Zotit për këtë ushtar besnik. Na duhen ushtar të tillë në kish, që kur shikojnë pastorin të lodhur, kur shikojnë një vëlla të lodhur, një motër të lodhur, të shkojnë dhe të luftojnë, ta kapin gigantin dhe ta mundin në emrin e Jezusit. Atëherë njerëzit Davidit u betuan dhe i thanë, ti nuk do të dalësh më me ne për të luftuar dhe nuk do të shuash lampën e Izraelit. Shko si e mbanin Davidin ata, si lampa e Izraelit.
që lëshonte dritë kombit. Ai ishte mbreti dhe çfarë bën ata? Ai thanë, ti nuk do luftosh me gjigantët. Ne do luftojmë. Davidi e dha modelin e vet. Ne do të jemi model për të tjerët, model fitoreje. Ku ta gjej unë fitoren, do thuash? Ja, këtu është në Bibël. Fjala e Zotit është këtu. Fjala e Zotit është një shpatë më e prerë se çdo shpatë me dy tehe dhe ndan errësirën nga drita. Fjala e Zotit na mëson si të luftojmë. Fjala e Zotit na jep fitore, prandaj është shumë e rëndësishme që ne duhet ta kuptojmë këtë gjë. Davidi është heroi i besimit. Davidi është mbreti, Davidi është njeriu sipas zemrës së Perëndimit. Por ama Davidi lodhet. Pra në kishë mund të kemi njerëz të tillë, po edhe ata lodhen dhe ne duhet i kuptojmë. Jo të gjykojmë kur lodhen, po të mbështesim dhe të lutemi për ata. Kjo na mëson se njerëzit më të fortë në momente lodhje dhe dobësie kanë nevojë për besimtarët e tjerë. Edhe besimtarët më të zgjatë kalojnë periudha lodhje. Dhe shërbëtorët e Perëndisë kanë nevojë për ndihmë, ne kemi nevojë për njëri tjetrin. Si tha Jezusi, nga dashuria që keni për njëri tjetrin, ju do të njiheni që jeni çfarë? Dishepujt e mi. Ndonjëherë ne mendojmë se njerëzit e fortë nuk kanë nevojë për askand. Por Bibla na tregon të kundërtën. Ne kemi nevojë për njëri tjetrin. Unë kam nevojë për ty dhe ti ke nevojë për mua. Ti ke nevojë për një pastor që të ndaj fjalën e Zotit, unë kam nevojë për njerëz që të më mbajnë duart lart. Ju duhet të luteni, duhet të kërkoni Zotin. Dhe gjithsecili në dhuntinë e vet duhet të shërbejë në trupin e Krishtit. Askush nuk është aq i fortë sa mos të ketë nevojë për trupin e Krishtit. Shpeshherë kur debatojmë ose zgjimi me njëri tjetrin, themi s'kam nevojë për ty. Kjo nuk është nga Zoti, kjo është nga djalli. Kam nevojë për ty. Kam nevojë për ju. Ju keni nevojë për mua, unë kam nevojë për ju. Ne nuk e bëjmë dot të shërbes pa ndihmën e asnjërit tonë. Lavdi Zotit për Samuelin. Ti japim dorë trokitje për Samuelin. Ai po luan atje. Lavdi Zotit për Aurelin atje në fund që na ndihmon me kompjuterin. Ne di si ka filluar me videot. Dhe lavdi Zotit për njerëz që janë në moshën e Davidit. Në këtë moshë, Zoti thiri Davidin, edhe Klodi lavdi Zotit. Japin dorë trokitje Klodit. E Klodi lutet. 2. Lufto për vllajën tënd, për motrën tënde, lufto me të, jo kundër, luftoni bashkë. Le të lidhemi me njëri tjetrin krah për krah dhe le të luftojmë. Lufta jo nuk është kundër mishit dhe gjakut, nuk është duke sharë, duke ofenduar, nuk është duke folur negativisht, por lufta jonë është luftë frymore, që ne të lutemi, ne gëzohemi me njëri tjetrin, por ama trishtohemi me njëri tjetrin dhe kur trishtohemi, nuk themi o po bëj shkretati, por ne shpallim gjakun e Krishtit, ne shpallim sukses në situatën e njëri tjetrit. Kur Davidi po ishte ronin forcat dhe nuk mundi të luftonte, Abishai luftoi për të. Por Abishai birit se Jahut i erdhi në ndihmë Davidit. Goditi Filisteun dhe e vrau. Prandaj shumë e rëndësishme kjo, që ne mund të godasim gjigantët e njëri tjetrit. Prandaj duhet të vijmë në kishë, prandaj Zoti tha mos hiqni dorë nga të mbledhurit bashkë. Pse? Se ndoshta ti si e lutur ke pasur një sfidë të gjatë. Po ti thua ai motor lutu për mua, o vlla lutu për mua. Edhe kur ne lutemi me njëri tjetrin, prezenca e Zotit vjen. Ish Benodi giganti që pa Davidin, kur Davidi ishte i lodhur, mendoi, tani është momenti për ta vrarë. Tani ky është vetëm, ka rënë poshtë, ndoshta Davidi kishte rënë poshtë i lodhur, e ndoshta ka qenë duke u mbajtur te shpata e vet. Dhe tha, tani është momenti për ta vrarë dhe ju, Davidit. Por ai nuk ishte llogaritur një gjë. Davidi nuk ishte vetëm. Zoti mos na lënë vetëm.
Pse ka dalë kjo shprehje? Sepse ne kemi nevojë për njëri tjetrin. Dhe Zoti nuk na ka lënë vetëm. Vllai i tij hyri në betejë. Ai luftoi për mbretin e tij, ai luftoi për vllain e tij, ishte vllai i tij ky personi që hyri në betejë me Davidin. Por imagjino që vëllezërit e tallnin Davidin, vëllezërit e çonin Davidin në mal dhe i thonin ikri me dhëndat, nejti, se ti s'bën për luftë. Tani kemi vllai vet bëhet ndihmë për Davidin. Ti e vllai ose motra që duhet të jesh ndihmë për Davidin tënd. Personi që është ulur afër teje është Davidi jot. Ju duhet luteni për njëri tjetrin, ne duhet lutemi për njëri tjetrin. Ne jemi vëllezër dhe motra në Krishtin Jezus. Nuk jemi biologjikisht, por kemi një gjak që është gjaku më i çmuar, që është gjaku i Jezusit. Dhe gjaku i Jezusit rrjedh nga dënën ton frymore. Dhe ne duhet të luftojmë për njëri tjetrin. Kur shikon një vëlla ose një motur të lodhur, ndihmoje, ngrije lart. Mos e gjyko. Ngrije lart. Kur shikon një motor që mund të jetë e lodhur në betejë, mos u largo. Lutu për ata. Dikush po sulmohet nga armiku, mos thuaj, ky është problemi i tij. Por thuaj, ky është vllai im, kjo është motra ime, dhe unë nuk do ta lë në bakt. Unë do ta ndihmoj për të ngritur lart. Ne nuk jemi thirrur të luftojmë vetëm, por ne jemi thirrur të luftojmë së bashku. Dhe ky është një mësim që kisha duhet ta kuptojë. Davidi kishte ndërtuar një kulturë fitore. Kjo është ëndra ime. Unë dua që të ndërtoj një kulturë fitimtarësh. Prandaj gjithmonë marr Biblën dhe them, kjo është Bibla ime. Dhe dua që ju ta thoni në shtëpinë tuaj. Dhe kur ti fillon dhe e rrëfen kush je në Krishtin, ajo fillon edhe ndodh. Më pas nësa lexojmë në Bibël, Bibla përmend 3 gigantë të tjerë. Safi u vra nga Sibekai. Lami, vëllai i Goliathit, u vra nga El-Hanani. Giganti me 6 gishta që mund të ishte më i forti, u vra nga Jonatani. Pra këta emra janë përmendur aty vetëm se vran gjigant. Nuk ishin mbret. Shpesh unë nuk lutem se s'kam asnjë pozitë në kish, thonë ca njerëz. Unë nuk lutem se s'më japin të shërbes. Haroj shërbesat. Shërbesat i jep Zoti kur shikon besnikëri. Kur ti shikon që mbron vllajin tënd, lutesh për kishë. Në fillim kur unë fillova shërbesën, unë fillova duke rregulluar karriget dhe duke mbajtur librat. Dhe duke u lutur, unë kisha një listë mbi 300 emra që lutesha ditë për ditë për ata. Dhe lutja ime shkonte mbi 4 orë. Për sa emra je duke u lutur në kishë? Nëse ti nuk shikon dikë në kishë sot, thosh, si erdhi ky ose ajo, kush e di kështu, kush e di ashtu. Jo, lutu. Ulu në gjuhë dhe lutu që Zoti t'ja zbuloj sa e rëndësishme është të vish në kishë. Sa e rëndësishme është të ecësh me Zotin. Pyetja që ne do të bëjmë është kjo, ku e gjetën këta njerëz guximin? Përgjigjja është e thjeshtë. Ata kishin parë Davidin. Ata kishin parë një model. Njerëzit e Biblës që janë heronjtë e Biblës dhe mund të lexoni te Hebrejt 11, janë heronjtë edhe tanët. Jakobi thot Elia ishte një njeri me dobësi njësoj si tonat. Po ama ai ku i gjallë në qiell. Ai ndaloi shiun dhe solli prapë shi. Pse? Sepse kishte marrëdhënie me Zotin. Ti dhe unë mund të kemi të njëjta gjëra sot. Ata kishin parë çfarë mund të bënte Perëndia në jetën e dikujt. Besimi dhe guximi janë ngjitës. Ne duhet të ngjisim njëri tjetrin besimin dhe guximin. Shoqërohu me njerëz besimi. Mbaj lart krahët e pastorit tënd, të drejtuesve të tu, dhe dikush tjetër do të mbaj krahët e tu lart.
Mos u ndiko nga njerëzit negativ që të largojnë nga Zoti. Pra, kontrollo shoqërinë tënde, çfarë shoqërie ndodhesh. Ndonjëherë unë ulem me burrat e lagjës, edhe dikush më tha, shiko, unë shkoj të premtes të unë të diel në kishë, në plazh, ka dhe një shtëpi në plazh. Po ti çfarë bën në kishë burri dhe u tha, ngele gjithë jetën në kishë. Edhe u thash, kënaqësia më e madhe nuk është plazhi, se ti do vesh prapë në plazh, po kënaqësia ime më e madhe është prezenca e Zotit, dhe unë nuk ndroj as një plazh me prezencën e Zotit, as një pasuri, as një shtëpi, nuk e ndroj me prezencën e Zotit. Edhe ngeli pa fjalë. Lërini njerëzit pa fjalë, mos dëgjoni, sepse këta janë Goliatët që u thonë që ora po boll. Goliati do vi dhe të thojë, nuk do vi me shpatë tani, shpata e tij është goja. Do të thotë boll vazhdove ti shërbesh Zotit, po ndalo një herë merru me veten, bëj çik qef në botë. Qefi jonë është prezenca e Zotit. E diela është dita e ringjalljes, nuk është dita e qefit. Dhe njerëzit, bota duhet ati këtë gjë. Ne nuk duhet jemi të friksuar kur njerëzit na vendosin para përgjegjësisë. Ne duhet të flasim, ose lër Goliatin të flasim. Davidi foli i fundit, dhe ata e panë se si Davidi i tha, unë do ta pres kokën ty. Dhe tani ata e dinin që po t'i sulen gjigantit, ja presin gotë. Ti mund ta mundësh gigantin që të ka dalë përpara. Fitoria është ngjitëse. Qëndro pranë njerëzve që kanë mundur gjigantët e tyre. Kur ti sheh Perëndin duke vepruar në jetën e tij, fillon të besosh se ai është duke vepruar në jetën tënde. Je një dëshmi. Dhe ti mund të thuash sot, Zoti nuk do të më lëri mua pa dëshmi. Le ta themi bashkë, Zoti nuk do më lëri mua pa dëshmi. Unë do të avras Goliatin tim. Dhe unë do fitoj çdo betejë. Sepse Jezusi ka fituar. Dhe unë jam fitimtar. Amen. Ne do të ndërtojmë një kulturë fitimtare. Pra, Filipianët 3:20 thotë, ne presim Zotin Jezu Krisht nga qiejt. Pse? Sepse qytetëria jonë është në qiej. Një qytetëri, çfarë ka? Një qytetari. Ka kulturë, ka gjuhë, ka mënyre të jetuarit. Dhe kultura jonë është dashuria. Kultura jonë është gjuha të folurit. Si është gjuha të folurit? Gjuha fitimtare. Unë jam fitimtar në emër të Jezusit. Unë nuk besoj rrethanat, unë nuk besoj simptomat, unë nuk besoj situatat, unë nuk besoj gjërat negative, por çfarë besoj? Unë besoj atë që fjala e Zotit thotë. Kjo është pata ime. Dhe ne duhet ta rrëfejmë. Kur ne dëgjojmë dëshmi se si Zoti shëroi dikë, se si Zoti hapi një derë që nuk hapej, se si Zoti bëri mrekulli, se dikush ishte i vetmuar, dikush ishte i friksuar dhe Zoti e ndryshoi situatën, atëherë ne marrim besim. Pse? Se Zoti mund ta bëjë edhe për ty. Davidi nuk mund t'i vriste vetë të gjithë gjigantët. Dhe ky është një mësim i madh për leadershipin këtu. Për ne, për mua si pastor, që të ndërtoj David në kishë. Unë nuk mund t'i vras vetë të gjithë gjigantët. Unë kam nevojë për ty. Ne kemi nevojë për njëri tjetrin. Dhe kur ne bashkohemi bashkë dhe luftojmë, fjala e Zotit thotë, një vetëm mund 1000 demon. 2 bashkë mundin 10.000. Po 100. Dhe atëre kur bëhen 100 vetën takim lutjesh, ulen e gjunjë, qajnë për para Zotit dhe kërkojnë që mëshira e Zotit të vinë në këtë vend, kërkojnë hirin e Perëndis. Çfarë thot 2 Kronika 7:14? Kur populli im që thirret me emrin tim për ulet, kërkon fytyrën time, unë do ta dëgjoj nga qielli dhe unë do ta shëroj vendin e tij. Vendi i kishës është në gjunjë. Vendi yt dhe vendi im është të luftojmë në gjunjë. Ne nuk luftojmë me grushta. Ne nuk luftojmë me sharje.
ne luftojmë me gjuhën. Prandaj kjo është thirrje për ne që ne të ngrihemi dhe të lutemi. Pyetja është, cilët janë gjigantët tanë sot? Shumica prej nesh nuk do të përballemi asnjëherë, ndoshta, me gjigant fizik. Në lidhjen e mesme, ata përballen edhe me gjigant fizik dhe me gjigant shpirtëror. Kanë dy goca nga Egjipti që njëra kërcen dhe tjetra këndon dhe ata më tregojnë dëshmi se sa e vështirë është atje të jesh besimtar i krishterë. Po dole jashtë lagjeve të krishtera, je në rrezik rrëmbimi, rrezik përdhunimi dhe rrezik prerje koke. Në Arabi nuk predikon dot, nuk e thuat dot që unë jam i krishterë. Pse? Se e shumë do të fusin në burg. Në Iran do të vrasin. Prandaj duhet të them që këto janë Goliat fizik, por dhe shpirtëror. Ne të paktën do të falenderojmë Zotin që po përballemi vetëm me Goliatin shpirtëror. Ndoshta ndonjë fizik që mund të të shajë, të ofendojë dhe këtë mund ta kemi. Por ne duhet të kuptojmë disa gjëra. Për disa mund të jetë frika. Frika nga e ardhmja, frika nga dështimi, frika nga refuzimi. Dhe për këtë arsye, se kemi shumë frika nga refuzimi, çfarë do thonë të tjerë? Për ne, neve nuk predikojmë ungjillin. Kemi turp. Këtu vjen turpi. Por si ta mundim të, para shumë kohësh në 95-ën, unë kam qenë në Bullgari dhe më thanë, ti do predikosh. Kisha turp sa s'ka më ku të vej. Kam marrë Romakët 1:16 dhe kam shpallur, unë nuk kam turp për ungjillin e Krishtit, sepse është fuqia e Perëndis për shpëtimin e cili do. Dhe kam predikuar aty. Dhe aty është shpëtuar një çift. Mbas 30 vite shumë i takoj ata dhe më thonë, na mbarën ne, thash jo nuk e mbaj mend. Ke qenë ndonjëherë në Bullgari, atë kohë thash, jo më pas kam qenë fare. Kisha harruar, më kishte dalë nga memoria që unë kisha qenë. Dhe pastaj thash, po unë kam qenë në një fshat që quhet Çepelare, ka qenë diku mes maleve. Po, tha ke predikuar ungjillin aty? Po, ne kemi pranuar Jezusin burrë e grua. Dhe sot ata ishin drejtor të një misioni. Zoti I kishte bekuar ata. Zoti I kishte ndryshuar dhe transformuar jetët e tyre. Po djalli donte që unë mos të predikoja, prandaj më dha turp, prandaj më dha frikë. Nëse Zoti të pranon, mos e çaj kokën se çfarë mendojnë njerëzit. Për të tjerët mund të jetë mëkati I përsëritur. Ka shumë njerëz që rinë një javë pa bërë një lloj mëkati dhe në krye të javës fillojnë prapë. Pastaj rinë prapë e fillojnë prapë. Dhe është një betejë. Pali thotë është një betejë si mundje. Por keni kujdes. Si mund të fitojmë? Çfarë po ushqen? Po ushqen qenin e zi apo po ushqen qenin e bardhë? Çfarë do të them? Nëse ne ushqem qenin e zi, po ushqem mëkatin. Nëse ushqem qenin e bardhë me fjalën e Zotit, me pozitivitet, po ushqem frymën tonë. Një njeri para shumë kohësh kur bënin këto ndeshjet me qen, ai fitonte gjithmonë dhe ai vinte pas. Thoshte këtë të diel do fitoj qenin I bardhë dhe fitonte I bardhë. Mbasi bëri shumë para, e pyetën gazetarët na tregos sekretin. Dhe ai tha, kur unë dua që të fitoj qenin I bardhë, e le qenin e bardhë më vete, I jap ushqim special dhe qenin e zi nuk I jap për të ngrënë. Kur dua të fitoj qenin e zi, le qenin e bardhë pa ngrënë dhe ushqej të ziun. Dhe shumë e thjesht fitoje. Ushqej qenin brenda teje. Ushqej frymën me fjalën e Zotit. Nëse ne ushqemi me fjalën e Zotit, ne do fitojmë mbi mëkatin. Për dikë mund të jetë gënjeshtra, janë ca njerëz që në majtë gjuse kanë gënjeshtra. Justifikohen duke gënjyer dhe pastaj besojnë dhe vetë gënjeshtrën. Kur kemi qenë duke punuar me disa adoleshentë, dhe ishte një vajzë që e kishte shumë problem gënjeshtra. Për ta mësuar, ju luta Zotë, Zotë më mësoj si ta mësoj të thoj të vërtetën. Dhe mora një pjatë të bardhë dhe I thash, ç'a ngjyrë është pjata? Ajo më pa dhe tha, e bardhë pastor, tha.
Bravo të qoftë, ke fituar një dhuratë. Thuaj vetes tënde, bravo të qoftë kur thua të bardhën, kur nuk thua gënjeshtër, por thua të vërtetën. Ne jemi thirrur të themi të vërtetën. Një nga betejat që ne mund të kemi është që ti mund të jesh në një kohë të gjatë dhe dukesh sikur je i lodhur, dhe pastaj Satani të gënjen dhe thotë që nuk do mbaroj kur. Do mbaroj në emër të Jezus. Do mbaroj dhe mund të mbaroj që tani. Nëse ti e beson që në këtë moment që unë po flas, ka mbaruar tashmë, pse? Sepse Jezusi shkoi në kryq dhe ka përfunduar. Ti duhet të thuash, për mua ka përfunduar betejë. Unë jam fitimtar në emër të Jezusit. Disa mund të kenë varësit. Lejo që prezenca e frymës të vi dhe çdo varësi që ti mund të kesh, duanin, alkoolin, kumarin, mund të largohen në emër të Krishtit. Për disa mund të jetë depresioni ose anksi. Edhe këto mund të shërohen, si duke shpallur kush je ti në Zot. Njerëzit kanë këto gjëra sepse besojnë gënjeshtra për veten e tyre. Beso të vërtetën e Zotit. Për disa mund të jetë frika nga një diagnozë mjekësore. Raporti mjekut mund të jetë ashtu, mund të jetë negativ, por Zoti mund të ndryshojë. Davidi u rrëzua në betejë, por vllai i vet, thot Bibla. Dhe kur kemi fjalën por, do thotë që ka një ndryshim të madh të historisë. Dhe ti do të thuash, por Zoti do shfaqet në jetën time. Për dikë mund të jetë një problem financiar, mund të jenë borxhe. Zoti mund ndihmoj ty të lash borxhet e tua. Zoti më ka ndihmuar mua të laj 20 milion lekë borxh. Para 17-18 vitesh. Dhe Zoti mund të ndihmoj ty, se unë nuk jam i mirë se ty. Thjesht besoj Perëndis, dhe ai të ndihmon. Perëndia kërkon një brez fitimtarësh. Kisha nuk është thirrur që të jetë spektatore. Pra, ju nuk jeni thirrur të vini këtu, të dëgjoni grupin e adhurimit, të dëgjoni pastorit dhe të ikni në shtëpi. Ju jeni thirrur të luftoni me shpatë, që është fjala e Zotit në gojën tuaj, jo në dorë, në gojën. Perëndia nuk po kërkon vetëm njerëz që duar të trokasin fitoren e të tjerëve. Por Perëndia po kërkon njerëz që të luajnë për të fituar. Njerëz që ngrejnë të tjerët. Njerëz që ndërmjetësojnë. Njerëz që luten. Njerëz që agjërojnë për të tjerët. Njerëz që nuk ikin me vrap kur shikojnë një gjigant. Njerëz që qëndrojnë në besim. Dhe ëndra që unë kam si pastor për ju është kjo. Të mos kemi vetëm një David, mos kemi vetëm 5 apo 10 David, por që ne të njihemi si kisha e fitimtarit, që të njihemi si kisha e mbushur plot me njerëz që kanë fitoren e Zotit. Lutja ime në këtë mëngjes ishte kjo: Zot më jep mira, burra dhe gra që të njohin ty. Mira të rinj dhe të reja, që nuk kanë frikë nga gjigantët, por që kanë mundur të ligun. Mira familje që ecin në fitore. Një kish kur armiku ngrej një gjigant dhe gjen përballë një ushtri besimtarësh të mbushur me frymën e shenjtë dhe me fitore gati për ta rrëzuar gigantin poshtë. Kjo është lutja ime për ty sot. Që ne të jemi bashkë dhe të jemi një ushtri që do rrëzojnë gjigant. Ta themi, le të çohemi gjithë këmbë, e le ta themi. Le të ngrem duart. Unë jam pjesë e ushtrisë së Zotit. Dhe unë jam këtu për të rrëzuar gjigantët. Unë qëndroj bashkë me vëllezërit dhe me motrat e mia. Në emrin tënd të shenjtë, Zot Jezus, të falenderoj sepse ti je Perëndia që na jep fitoren. Dhe ne shpallim sot se çdo gjigant
është I mundur dhe është poshtë këmbëve tona. Ne shpallim gjakun e Jezusit që na rrethon. Ne shpallim që fryma e shenjtë na jep guxim të përballemi me frikën, me mëkatin, me sfidat dhe çdo betejë të jetës. Në emrin tënd të shenjtë, Zot, largo egoizmin nga unë, që mos të mendoj vetëm për fitoren time, por të mendoj për fitoren e kishës. Na jep unitet, Zot. Na bëj njerëz që do ngrejnë të tjerët. Na bëj si Ashabi, që veproj për të ndihmuar Davidin. Na bëj si Jonatani, që nuk u trem përpara gjigantit. Zot, ne lutemi që kisha jonë do të jetë një ushtri plot me burra dhe gra, me të rinj dhe të reja, plot me familjarë, plot me fëmijë. Do të jemi ndërtues, do të jemi fitimtar dhe do të triumfojmë në emrin e Zotit Jezu Krisht. Dhe kisha e Zotit thot, Amen, Haleluja. Le të japim dorë për Zotin.